Territori shqiptar për datën 18 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti do të paraqitet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ndërkohë që gjatë pasdites priten rreshje të her pas hershme lokale, kryesisht në zonat malore dhe verilindore të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 17 deri në 31 gradë Celsius. Kukës, 17 deri në 30 gradë. Peshkopi, 17 deri në 30 gradë Celsius. Tiranë, 17 deri në 33 gradë. Durrës, 18 deri në 32 gradë Celsius. Kavaj, 18 deri në 33 gradë. Elbasan, 17 deri në 33 gradë. Berat, 17 deri në 33 gradë Celsius. Korçë, 16 deri në 29 gradë. Vlorë, 18 deri në 32 gradë. Gjirokastër, 18 deri në 33 gradë Celsius. Sarand, 18 deri në 31 gradë Celsius.